Si i them, të gjitha i them, o të gjitha i them. Po, të gjitha. Si s'lash një gjë pa thënë, hajde. Qarë do gatuajmë tani, se ne mund të themi një tavë me lule lakër dhe brokoli, ose e kundërta mund t'i themi dhe sufle. Sufle me përse i themi sufle, sepse kur ka vezën, që është dëmjelli është shumë i pak, ne e quajmë sufle. Këtu kam vendosur brokolin dhe lule lakrën. Aq pak sa të mos mbasi ngjyra dhe të ruhet freskia e saj. Gjatë kohës që ti kullon tani brokolin e zier në pak minuta, brokoli dhe lule lakra është zier më përpara, do pak më tepër kohë, pak më shumë minuta, unë do t'ju përmbledh se çfarë ju duhet për përgatitjen e kësaj tave ose sufles me brokoli dhe lule lakër, një tave shpejt, me 2 krucifer themi ne, ose perime kryqëzuese, siç është brokoli dhe lule lakra, dhe që janë shumë të shëndetshme sepse na bëjnë dhe një detoks të trupit. 300 gram brokoli, 300 gram lule lakër, 3 vezë, 200 ml qumësht, 100 ml pana, 150 gram djath kaçkavalli grir, 2 lugë gjelle miell, 1 lugë gjelle gjalp, krip dhe piper, pak arë moskat dhe bukë e thekur ose galet, bukë e thërmuar. Shohim tani hapat njëra pas tjetrës. Mbani mend që kemi 3 kokra vezë për një tavë mesatare ja. Si kjo këtu. Tre vezë të plota ovital me një të kuqe plot kolin, diell, proteina, vitamina, shije dhe shumë të freskëta. Shtojmë pak qumësht. Galetën e kam lënë këtu, galetën. Një masë. Djathi grir, kaçkavall, grana, si të doni ju. Të kemi në shtëpi. I bardh, i verdh, shkrihet, që nuk shkrihet, si ta keni në shtëpi, pa problem fare. Shtoj. Edhe arën e moskatit ose arën myshk. Pak piper. Dhe gjalpi i shkrir, i tretur. Pra gjalpi i shkrir dhe i tretur mund t'jetë edhe afër, mund t'jetë dhe njësoj dhe jo njësoj, sepse ndoshta kur themi i tretur, është ajo që e lëm sikur merr si val. Ish po. Ky është i treturi. Ky është i treturi. Kurse i shkriri është i shkrir në temperaturën e ambientit. Pra gjalpi i tretur është më e saktë, më korekte. Dhe brokolin. Pra shumë janë gatime. Po ta shëve pjesën tjetër këtu. Një mënyrë shumë e mirë për ta përfshirë dhe konsumuar brokolin dhe lule lakrën, të dyja këto perime, në dietën tonë. Dikush i preferon thjesht të ziera, dikush në supë, dikush në për sallata. Një mënyrë shumë e këndshme është edhe tava e tillë, sufle. I coptojmë në copza edhe më të vogla. Pak më të vogla, po dhe të vogla fare jo, sepse du që ta kemi të tillë, të jetë çfarë arome që kanë trëndafilat. Ndjen sa të fortë kanë? Da, jam përgatitet vaj përmes këtyre petaleve, vaj trëndafilit, që është shumë i mirë. Po, përse arabët, për shembull, më të preferuarin kanë parfumin vajor të trëndafilit. Normalisht, ëmbëlsira që ne kemi, shumë të këndshme. Gurabite dhe këto kërkojnë ujin e trëndafilit. Pra trëndafili jo më kot. Terapit më të mëdha, dikur Kleopatra patjetër kërkonte të lahen në vask me qumësh dhe trëndafila. Atëherë shif,
një fytyrë e mirë, e pastër, e bukur, e ushqyer, kërkon këtë trëndafila tani roza apo të kuqe, roza kanina, kjo është që ka më tepër aromë. Filloj varieti, se ka shumë varietete të trëndafilave, ngjyra nga më të ndryshmet, po besoj se aromën më të fortë e ka pikërisht ky varietet, roza kanina ka këto gonxhet e vogla tani që për çaj. Çaj, shumë i mirë. Kemi thënë që çaj më i mirë sërish me trëndafilat e egër. Po. Freskus tani, hidratus gjithashtu, forcues imunitetit sepse përmban edhe shumë vitaminë C, trëndafili egër po ashtu. Edhe për fytyrën edhe për trupin. Pak galet për të krijuar atë shtresën, që mos jetë e ushme fare, por nuk do ta lë të tillë. Normalisht që ta përzijë sërish, ja. Sepse po ta lë të tillë direkt, djathi i fortë për një herë dha të shtresën errët që erësohet, dhe normalisht që dhe e thon, jep i thti ushqimit. Aq i mirë është, po edhe ja. Kaq, po të doni ju lyen mirë edhe perimet me atë kremin që u përgatit, vezët, krem pana ose djathin, galetën gjithashtu, një prekje e lehtë me armyshk. Nëse ju nuk doni, sepse ju e pat shumë mirë që unë i shtova shumë pak gjallë, i shtoni pak, kaq, pak vaj bimor. Doni më për belulin? Jo, nuk dua më për belulin, sepse e kemi ndezur furën në 200 gradë, në 200 gradë do ta lënë nëse është nxehtësia më e lartë, vendosen në një letër pjekje, dhe ku direkt e në furë me shumë dashuri. E vendosim përsërisim edhe një herë produktet që na u deshën për përgatitjen e sufles me brokol dhe lule lakër. 300 gram brokol, 300 gram lule lakër. Si e doni shijen më të fortë me lule lakër me brokoli, zgjidhni ju pastaj kush do të dominojë në tavë. 3 kokra vezë, 200 ml qumësh, 100 ml pana, 150 gram djath kaçkavall i grirë, 2 lugë gjelle miell, 1 lugë gjelle gjalp, kripë dhe piper për shije, pak arë muskat dhe buke thekur ose galet. Kjo është sufleja. Receta përfundoi, një zjerje shpejt, pak minuta e të dyja perimeve, një përzierje pastaj me përbërësit e tjerë vezë, pana, qumësht, erëzat, galetën dhe direkt në furrë për t'u pjekur.